Një mësim nga që e kanë nxjerrë dietarët nga Kurban Bajrami. Kush e kon hax e di, e ata shka s'kan qenë, Allahu ja mundsof me shkuar. Në hax të ndëruar xhamatli, kur të bash tavaf rreth Qabës, e nis pi gurit zi, e përshëndet gurin e zi, edhe e ban tavafin 7 herë. Qaj guri i zi, nëse jenë nga të prek, pak para se më u krye haxhi, sot edhe ditët që vijojnë, i thojnë ditët e Xhemaratit, mas ditës së Kurbanit, janë ditët e Xhemaratit, hudhjes së guralecëve, gurve të një vendi caktuar në Qabe. Çka ndodhë të ndëruar xhamatli? Kanë thënë dietarët, nga ky akt, nga këto dy akte, ne mësojna se tërë feja islame është ndërtuar mbi bindje ndaj Zotit xhelel xhelalu. Si kanë thënë, shiko, një guri i njëjti material duhesh me e prek apo me e përshëndet. Nga ana tjetër, një guri, njëjtë guri, duhesh me e gjujt. Një guri e puth, një guri e gjun. Nëse thot dikush, po guri kjo, guri ajo, por dallon një sen. Kësajt ka thonë gjuje, këta ka thonë puthe. E nga kjo çka kuptojnë ana? Nga kjo kuptojnë ana se kur thoi Allahu xhelala puthe, puthe. Kur thoi e gjuje, gjuje. Kur thoi e falu, falu. Kur thoi agjëro, agjëro. Kur thoi e prishe, prishe. Andaj ne kemi përmend se në Bajrama haram me ninue. Nëse njëri ditë e thotë unë kam agjëruar sot, i thonë harama me ninue, ama harama me mos me ninue në Ramazan. Pse? Sepse ai i njëjti Allah kur thoje bane, bane. Njëjtin vend thot mos e ban. Shembull tjetër për ta kuptuar këta, një guri gjuje, një guri puthe. Kanë thënë dietarët, me aktin e niqajit Allahu ta lejon me bë fëmijë me një gruje, me pa akt niqajit Allahu të shtin xhenem me e prek ata. Çka ka dalluar të ndëruar xhamatli? A nuk është në mënyrë biologjike njëjti proces? Po njëjti proces. Pse nuk lejohet me e prek një vajzë pa akt të niqajit, e lejohet me prek një tjetër dhe e cila quhet gruje, sepse emri Allahut ka hi aty. Akti niqajit ta ban gruje në gruje, e në mungesë të aktit niqajit ajo bëhet zina. A e kupton emri Allahut sa i madh? Këto ditë në mëson këta Allahu Akbar, Allahu është më i madh. Pse? Se pa emrin e Allahut nuk bëhet kur gjë. Andaj kanë thënë dietarët, një guri e puthim në haxh, një guri e gjuajmë për çfarë arsye? Se vetëm një qëllim është në haxh. Mi thanë Allahut, o Zot, i heka këtë teshat apo mban kabull të ti. I hekat këtë teshat e mia, u zhveshan nga kreta gjunahat e mia, ja Rab vetëm me pranu ti. Andaj edhe kurbane ka këtë kuptim. Ti e pren për çfarë? Se haram me prej vetën. E Allahu ka thënë, në shenjë qasajna, preje kurbanin, thuj Allahu xhelel xhelalu, o